إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt ligësive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të prirë për të keqe. Atë që Allah i lartësuar ozon në rrugën e drejtë, askush tjetër për vesti nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër për vesti nuk mund ta ozon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit, të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allah i lartësuar na thirr në Kur'an duke na thënë: "O ju që keni besuar, vazhdoni të bindeni Allahut me devotshmëri, duke i respektuar farzët e Tij dhe duke i respektuar ndalesat e Tij dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe përveç se duke qenë musliman, të nënshtruar dhe të bindur ndaj Tij." Vazhdim dashën, në hutbën e kaluar kemi folur në lidhje me rëndësinë e kërkimit të ndihmës prej Allahut të lartësuar dhe në lidhje me tevekkulin tek Allahu i lartësuar, në lidhje me realizimin e dëshirave tona, në lidhje me përmbushjen, jetësimin e projekteve tona. Ndërsa në hutbën e sodit do të flasim se çfarë projekte, çfarë synime duhet t'i ketë besimtari në jetën e tij. Nga se njeriu në fakt vlen në varësisht prej asaj çfarë synon, dhe jo në varësi të asaj që e zotron. Nga se Allah i lartësuar shpërblen në bazë të sakrificës, në bazë të niyetit dhe synimeve që i ki, nëse ato janë të sinqerta dhe me vërtetësi ndaj Allahut të lartësuar. E keni dëgjuar hadithin të cilën e kemi shpjeguar edhe në këtë minber, hadithin e Rabia ibn Kabit, i cili ka qenë nga sahabët e Sufës. Sahabët e Sufës ka qenë një sektor në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku kanë qëndru, kanë flejt dhe kanë kalu jetën e tyre sahabët e varfër, të cilët nuk kanë pas shtëpi të tyre. Dhe kanë qenë zakonisht të rinjët e sahabëve. Në mesin e këtyre sahabëve ka qenë edhe Rabia ibn Kabi. Ky Rabia, ky sahabi ndershëm, Allahu qoftë i kënaqur me të, i ka shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gjatë ditës dhe natës në nevoja që i ka pas Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për shkak përjetimeve të imanit, dhe për shkak të ëmbëlsisë që e ka përjetu në krye e sipër të shërbimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja bën një ofertë. Dhe marrni me mend sikur të na bëhej neve kjo ofertë. Lëp diçka, o Rabia. A ki ndonjë kërkesë, o Rabia? A ki ndonjë synim, ndonjë projekt, ndonjë ëndër? Qoftë kjo edhe dunjas, nga se kishte mundësinë kërkonte edhe nga dunjaja. Dhe i thot: "Po i dërguari i Allahut, e dua që të jem shoqëruesi yt në xhenet. Dua të jem shoqëruesi yt në xhenet." Ambicia e lartë, synim i madh, jo vetëm të hyjë në xhenet, jo vetëm mirat e kësaj dunjaje, apo vetë shpëtoj nga zjarri i xhenemit, po të jem në gradat më të larta të xhenetit, të jem shoqëruesi yt në xhenet. Çfarë i thot Rasulullah? Ghayru dhalik, mos diçka tjetër po lip. Thot: "Ja, vetëm çato. Asgjë tjetër, vetëm të jem shoqëruesi yt në xhenet." Atëherë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i tregon praktikisht se si duhet të realizohen ëndrat, se si duhet të përmbushen qëllime të mëdha. Dhe i thot: "A'inni ala nafsik bi kathrati as-sujud." Ndihmoj vetes tënde me sejdë të shumta. Ndihmo mua që të realizohet
kjo ëndër e jotja, kjo dëshirë e jotja, me sejdë të shumta. Nuk i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u kry kjo çështje. Apo lyp me më konë shoqëruesi im, e kryen është, edhe pse ka mujt me qenë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte lutjet e pranuara. Mirë po ja tregoi rrugën e drejtë. Kjo është rruga e xhenetit, mirë po këtë rrugë duhesh ta ndjekësh ti. Nuk vjen dikush tjetër me ta kryj punën tënde. Dhe duhesh të përpiqesh, jo vetëm me pak sejdë, po me sejdë të shumta, nga se i ka lyp projektet e larta. Ky hadith është i denjë dhe meriton që të ndalemi ta krahasojmë veten tonë me dëshirat dhe qëllimet tona që i kena në jetën e kësaj bote dhe projektet e ahiretit. Së pari, në varësi të qëllimeve tuaja, duhesh t'i bësh në bazë të aftësive dhe shkatësive që i ke. Dhe pastaj kërkosh ndihmën e Allahut të lartësuar që ta letoj dhe ta mundsoj t'i realizosh ato qëllime. Ebu Dherri, një sahabi tjetër, shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në hadithin që e shënon Imam Muslimi, i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, ala tasta'milni? O i dërguar i Allahut, ma jep një pozitë drejtuese. Ka lyp të jetë prirës, ka lyp të jetë udhëheqës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kriju ka drejtu sahabeve, mi thonë që kjo çështje nuk takon ty, ka përdor fjalë të buta. Nuk ju ka bërë rafsh. Ka qenë i drejt për drejt, mirë po metoda dhe mënyra se qysh i ka udhëzu shokët e vet, edhe nëse ndonjë kërkesë nuk ka qenë e përshtatshme për ta, ka qenë me butësi dhe arsyetune. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: O Abu Dharr, pozita e udhëheqësisë është çështje e rëndë. Është çështje e vështirë. Lyp ashpërsi. I thot Abu Dharrit: O Abu Dharr, innaka dha'if, ti je i dobët. Je i ndjeshëm. Nuk i përballon vështirësitë e udhëheqësisë. Wa innaha amana. Ndërsa udhëheqësia është amanet, është përgjegjësi. Wa innaha yawm al-qiyamah khizyun wa nadama. Ndërsa në ditën e gjykimit do të ketë keqardhje nga udhëheqësit, do të ketë nënçmim nëse nuk e kanë kryer si duhet. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Përveç ai i cili është udhëheqës e merr me hakin e saj dhe ja jep hakin, e kryen si duhet. Këta dalin faqe bardhë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një dëshirë të Abu Dharrit, një ëndër dhe një projekt, nuk ja boni qefin që t'ja bëj rrafsh. Mirë po i tha: ti shikoj ndonjë projekt tjetër, se për këtë çështje nuk je i gatshëm. Çfarë mësojmë ne nga këto dy ngjarje? Mësojmë që projektet tona, dëshirat tona duhet të jenë konform shkatësive që i kemi. Ta shikojmë veten tonë, ta llogarisim veten tonë në çka je i aftë dhe pastaj ta synosh atë projekt në varësi të kapaciteteve që i ke. Nga se ëndrat dhe projektet nuk realizohen me fjalë dhe me ëndra të ditës e të natës. Mirë po dojnë vepra konkrete. Nëse ato vepra konkrete nuk i ndërmerr në bazë të shkatësive që i ke, atëherë mbesin vetëm se fjalë boshe, mos themi mbesin gënjeshtra. Pra dëshirat tona duhet të jenë konform shkatësive që i kemi dhe kapaciteteve që i kemi. Ashtu ishte edhe dëshira e Rabia ibn Ka'bit. I tha: dua të jem shoqëruesi yt në xhenet. E pejgamberi çfarë i tha? Mos diçka tjetër. Ja i tha: bash çata atu. Çfarë kuptojmë nga kjo pjesë? Nga pjesa kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ofron atë kërkesë dhe përzgjedhja e Rabies që të jetë shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhenet, e marrim mësimin që në realizimin e projekteve dhe dëshirave tona, qëllimi duhet të jetë i qartë. Nuk ki mundësi mi realizu qëllimin tonë nëse nuk je i qartë në çka je ka dhënë dhe çfarë e ka lyp. Me fjalë tjera, nëse e ke vendosur një qëllim mas 5 vjetë mi realizu filan projektin, nëse nuk fillon mi realizu çdo ditë nga pak, ai projekt mbetet një ëndër imagjinare, një fantazi e kotë që nuk kemi realizu kur. Kur e realizon, atëherë kur e bën një plan për realizimin e atij projekti. Dhe në mungesë të kryerjes së atij planit nin keqardhje, ngushtohesh që nuk e ka mundesh me realizu. Flan e çohesh me ëndrën tonë dhe në realizimin e atij projekti. Çfarë do të qoftë ai projekt? Qoftë tregti, qoftë martesë, qoftë mësimi i Kuranit përmendsh,
dituri, krye një fakulteti, çfarë do projekti qoftaj, apo edhe qoftë nga projektet e ahiretit, sa je ka bën përpjekje dhe a ki të qartë realizimin dhe hapat konkret si qysh mi realizuat atë projekt apo jo. Këtë na jep mësim Rabia ibn Ka'bi. Tjetër çfarë na jep mësim Rabia ibn Ka'bi thotë që projektet dhe ëndrat tona nuk duhet të jenë të zakonshme sikur të gjithë njerëzve. Të gjithë njerëzit ëndra kanë ta kenë një shtëpi, një vetur, ta ndërtojnë një familje kështu me radhë. Ky përveç tjerash po e lyp, jo me hyjë vetë në xhenet, që na është shumica prej nesh e ndrojnë vetë hyjmë në xhenet. Rabia po lyp edhe një gradë më të lartë. Gradën më të lartë të njerëzve të jetë afër pejgamberëve në xhenet, nga se gradat në xhenet janë shkallë, dhe sa më afër Allahut të lartësuar e pejgamberët janë njerëzit më të mirë, janë me gradat më të larta në xhenet. Këtë grad po e lyp. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sfidoi dhe i tha: "Ghayru dhalik", a mos diçka tjetër. Si kur të ishte Rabia ibn Ka'bi i luhatshëm në projektin e tij, kish më anu. Kish thonë, jo se shumë na shtajm ka lypi. Kish mjaftuar sikur mos ishte i bindur, kish më uzbraps. Kish mu lekund në dëshirën dhe synimin e tij. Çfarë i tha? Ja, vetëm çato. I prerë, përgjigje e saktë, e qartë, nga se e dinte çfarë është ka kërkon. E kishte dërt që ta shoqëronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Ndërsa neve e vendosim në një projekt dhe nuk jemi të bindur në rezultatin e atij projekti. Menjëherë bëmë na ardh një ofertë tjetër, joshëm dhe e ndrojmë projektin. Një duke ndërtu një xhami, vjen dikush thotë, "Mi marrë në kujdes disa jetima", e lën xhaminë shkon tek jetima. Vjen dikush thotë, "Mi hap një bunar", i lën jetima shkon tek bunari dhe lëviz nga projekti në projekt dhe në fund të fundit nuk i ka realizuar asnjërin prej tyre. E besimtari nga ky hadith e kupton që qëllimi do të jetë i qartë dhe të jesh i bindur, i paluhatshëm në realizimin e projektit. Çfarë do projekti ai? Unë i mora vetëm si shembull. Dhe ju i dini projektet dhe ëndrat e tuaja. Pastaj, çfarë mësojmë nga ky projekt, nga ky hadith i Rabias, është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ti ndihmoj vetes së tij me sejdë të shumta. Ta mposht nefsin e vet me sejdë të shumta. Pra përveç bindjes, përveç qartësisë në projekt, duhesh të kesh edhe sabër të madh. Allah i lartësuar thot: "Fasbir inna wa'da Allahi haq." Ba sabër, tregohu durim madh, nga se premtimi i Allahut është i vërtetë. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Dhe mos luhatin ata të cilët janë të pabindur. Afa man wa'adnahu wa'dan hasana fa huwa laqi. A krahasohet ai i cili është i bindur se do ta merr shpërblimin e veprave të tij? Është i bindur në premtimin e Allahut të lartësuar, nuk krahasohet kënë realizimin e projekteve dhe ëndrave të tij. Allah i lartësuar thot: "Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Prej besimtarëve, prej njerëzve, kemi zgjedhur dhe kemi bë imam shëmbëltyr që njerëzit i pasojnë në veprat e mira, pasi që kanë bërë sabër dhe kanë qenë të bindur në shenjat dhe në ajetet tona. Pra këto dy veti, këto virtytet e larta, bindja, qartësia në projekt dhe sabri, janë ato që ka të ndihmojnë më së shumti pas kërkesës së ndihmës së Allahut dhe pas mbështetjes tek Allahu i lartësuar në realizimin e ëndrave dhe projekteve tuaja. Pastaj, thjeshta, çfarë është më rëndësishme në këtë pikë nga Rabia, po i thot: "Inni ala nafsik", ndihmoj vetes tënde dhe mua që të realizohet kë projekt, kjo lutje që e ka lyp, ndaj vetes tënde. Nefsi është pengesa më e madhe në realizimin e projekteve tona. Qoftë ai projekti edhe me shku në umre, qoftë ai projekti edhe me shku në haxh, qoftë ai projekti edhe me dalë në namaz të sabahit me xhamat. Mi fal farzet, mi fal 5 kohët e namazit, dije se armikun kryesor e ki veten tënde, nefsin që e ki në zemër, në trupin tënd. Mase nefsi, që ky shpirti jo është i prirë për plagështi, është i prirë për argëtim e dëfrim. Nuk ka qef mi aprish shumë qefin. Nuk ka qef që na mi aprish shumë duke i thonë hek dorë nga gjunahet, kryj obligimet, bë përpjekje e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thotë që këtu ki nevojë për xhihad të nefsit, me luftu vetveten, me qenë vetmuhus,
Mos më janë plotësuar dëshirat sa herë nefsit lyp. Nefsi ta lyp gjumin ti ja prish e çon pi gjumit. Nefsi lyp mongo e morshty, na shta edhe më haram ti thu, s'ka haram, ki më agjeru. E kështu me radhë në të gjitha porët e jetës. Allah i lartësuar thot në atë lidhje me këtë çështje, me përpjekjet tona në realizimin e projekteve tona, thot inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Kjo është përblimi për veprat juaja, për përpjekjet e juaja, për xhihadin e nefsit juaj, për vetë mohimin, sakrificën tënde dhe shpërblimin do ta gjeni tek Allahu i lartësuar. Dhe thot Allahu: "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kush përpjeket, kush bën përpjekje, e synon ahiretin, e ka qëllimin e qartë dhe bën përpjekje, dhe është besimtar, këta do ta gjejnë shpërblimin tek Allahu i lartësuar. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah na falenderojmë, selam dhe salavat e qofshin për me të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vllazë ndashëm, Allahu i lartësuar nuk na ka lënë në befasi, nuk na ka lënë të hutuar. Na i ka treguar të gjitha shenjat. Na ka treguar rrugën e vërtetë, na ka treguar rrugën e kotë. Dhe jemi ata të cilët e ndjekim. Në anën tjetër, Allahu i lartësuar na thirr, wallahu yad'ukum ila daris salam. Ju fton për në vendbanimet e paqes. Na fton Allahu i lartësuar për në xhenetet që i ka përgatitur për besimtarët. Në anën tjetër, janë shejtani, është nefsi dhe armisht dhe alatët e tyre që na ftojnë për në xhenem. E besimtari nuk duhet mi ul armët në ballavaqimin me armiqtë e tij. Pra kon fjalën për shejtanin e për nefsin dhe alatët e tyre. Nga sa Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa." Sa i përket atij që i friksohet paraqitjes në ditën e gjykimit tek Allahu i lartësuar. Wa naha an-nafsa 'anil hawa, dhe e frenon nefsin e tij, shpirtin e tij nga epshet, nga dëshirat dhe ëndjet që anon epshi, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Xhenetet janë të përgatitura, xhenetet ma'wa janë të përgatitura për të. Pastaj edhe një çështje më e rëndësishme. Se dikush kur ti tregon se në lart për xhenetet, bë projekte të mëdha, ki ambicie të mëdha, qofshin ato të dunjas apo ahiretit, ta mërmendje që i ka i bën për dikon tjetër. Jo, Allahu i lartësuar thot: "Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi." Ai që bën përpjekje, ai është ka bën përpjekje për veten e tij. Ai ka për veti, apo don për veti apo jo ti zgjedhë. E mira e jote që e bën, as gjësem hin, as mu në xhep, e as prindërve tu, as fëmijëve të tu. Ai që bën vepra të mira i bën për veten e tij. Këtë çështje duhet ta sqaroj gjithë secili prej nesh me vetveten. Pse duhet ta sqaroj? Nga se shpesh ne lypim motivim të jashtëm. Shpesh ne lypim, dikush më na i rrej shuplakat, më ka thonë mirë të bo, veç vazhdo, Allah shpërblef. Ne duhet ta edukojmë veten tonë që të punojmë edhe kur askush nuk na sheh. Nga se shpërblimin jemi ka lypim prej Allahut të lartësuar dhe këto të mira ne ka i bojmë kryekput për veten tonë. Këto të mira, këto ëndra, këto projekte, fillimisht i bojmë për veti, që ne t'i gjojmë, na shpërblen Allah i lartësuar në ditën e gjykimit për to. Dhe me këta e zgjidhën në çështje, e zgjidh çështjen e sinqeritetit. Nga se ti do të punosh pastaj, duar troketën njerëzit, ta bën like njerëzit, të lavdrun njerëzit apo jo, ti ki me punu, nga se e din që shpërblimin e lyp prej Allahut dhe je ka bën veprat e mira për vetveten tënde. Allahu i lartësuar thot: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mundjet, përpjekjet tuaja, ëndrat tuaja, sakrificat tuaja, qofshin ato të pasurisë, qofshin ato të kohës, qofshin ato të mundit fizik, nuk shkojnë kot tek Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar do ta lehtëson rrugën e shpërblimeve, rrugën e realizimit të projekteve. Wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Dhe këta nuk duhet mi largu pimandve, se Allahu i lartësuar është me ata të cilët, është me ata me përkraje, me sukses, me ndihmë, me shpërblim, me ata të cilët përpjekin dhe janë vepër mirë. Nëse ti, që shka në hadithin kutsi, nëse ti afrohesh tek Allahu i lartësuar një plumb, Allahu i lartësuar afrohet nga ti një krah. E kështu me radhë. Nëse ti shkon tek Allahu i lartësuar, ngadalë Allahu i lartësuar afrohet nga ti duke nxituar. Pra, matematika me Allahun e lartësuar kur nuk del humbes. Gjithmonë ki me dalë fitimtar nëse je i sinqert në veprat tuaja dhe për fund Allahu i lartësuar thot: "In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Nëse bëni mirë,
e keni për veten e juaj, e nëse bëni keq, edhe këta do ta gjeni tek Allahu i lartësuar. E lutim Allahun e lartësuar të na bëj, të na jep ambicjet e larta, të na sqaroj qëllimet dhe objektivat tonë, të na jep bindje dhe sabër në realizimin e tyre dhe vazhdimisht ta kujtojmë sinqeritetin, ta kujtojmë që këto vepra të mira ne ka i bojmë për vetveten dhe ta lutim prej Allahut të lartësuar suksesin dhe të na lehtësoj realizimin e tyre. Të mos na le të mbështetim në veten tonë as sa hap embëlsyt, mirë po të mbështetemi vetëm tek Allahu i lartësuar dhe ta kërkojmë ndihmën vetëm prej tij në realizimin e projekteve, qofshin ato të dunjas apo të ahiretit. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wallah, jepna të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'a niqmatik. Wallah, ty të lutem, të na rush begatit tona. Të mos na merresh ato befas, të mos na sprovosh me fatkeqësi befas, mirë po të na bësh falendërues dhe minjohës ndaj teje dhe të na shtosh të mirat tuaja ndaj nesh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidun Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقيموا الصلاة